Ezofagu nuk është thjesht një tub që çon ushqimin nga goja në stomak. Ai është një organ shumë i ndjeshëm që funksionon si një korridor inteligjent dhe një sistem paralajmërimi për trupin. Mjeku Luciano Bardi në emisionin e radhës në Box Shëndeti shpjegoi me hollësisht funksionin e ezofagut. Ushqime i bëjnë mirë ezofagut, do të flasim se si të kujdesemi për të, do të flasim për faktorët se cilët janë ose për faktorët që e dëmtojnë këtë tub muskular, do të flasim dhe për ato hapa të cilat janë të rëndësishëm dhe që lehtësojnë punën e ezofagut. Tani, ezofagu për gjithë ata njerëzit që nuk e din është një strukturë ose është një tub muskular, unë e quaj edhe një inteligjencë muskuli që lidh gojen me pjesën e stomakut. Është një tub muskular që ndahet në disa pjesë. Ne i quajmë pars cervicalis, abdominalis dhe thoracalis. Pra shtrihet që nga vertebra e 6 e qafës deri në pjesën e vertebrës të 11 toracale. Si një kapsulë ndjeshmërie, ezofagu reagon menjëherë ndaj rritimeve kimike apo mekanike, duke dhënë sinjale si djegje, shtrëngim apo parahati, dhe kështu bëhet një tregues i hershëm i çrregullimeve në sistemin tretës. Mjeku po ashtu zbuloi ushqimet që i bëjnë mirë ezofagut. Panxhari i zier, karrota e zier, kungulli i zier, specat, finoku, karotat kanë një lëndë e cila quhet panaxitriol ose falkarinol ose falkarinitriol. Falkarinoli dhe sikurse dhe panaxitrioli janë disa flavonoid që e lehtësojnë dhe e ledhatojnë mukozën e ezofagut. Sikurse dhe tek komponentët e tjerë. Këtu kemi pjesën e specave, kemi pjesën e preshit, kemi pjesën e domateve, kemi pjesën e karotës, pra gjëra të cilat ose produktet e gjelbra që kanë dhe klorofil, panaxiol, panaxitriol, falkarinol, zeaksantina, astaxantina, noxantina i bëjnë shumë mirë ezofagut. Qiqërat, bizelet, supat cilat nuk janë shumë të nxehta, supat me kungull, supat me perime, supat me qiqëra, supat me thjerza, janë të mira për ezofagun, sikurse dhe patatja e zier i bën shumë mirë ezofagut.